Presidenti rus Vladimir Putin tha se mendon që konfliktit të Rusisë me Ukrainën po I vjen fundi duke ju drejtuar gazetarëve pas paradës ushtarake të reduktuar në Moskë, që shënoi fitoren sovjetike në luftën e dytë botërore. Mendoj se çështjes po I vjen fundi, tha ai, duke ju referuar operacionit special ushtarak në Ukrainë, siç e quan ai, ndërsa dënoi mbështetjen perëndimore për qeverinë e Kievit. Paradës së përvitshme të Rusisë mungoi shfaqja e zakonshme e tankeve dhe raketave për shkak të shqetësimeve të sigurisë, pasi autoritetet kishin frikë se Ukraina mund të godiste sheshin e kuq me dron. Një pushim I minutës së fundit mes Moskës dhe Kievit e uli rrezikun e çdo sulmi dhe parada kaloi pa incidente. Komentet e Putinit erdhën vetëm disa orë pasi ai përdori fjalimin e tij të ditës së fitores për të justifikuar luftën. Në atë fjalim ai tha se Rusia po bënte një luftë të drejtë dhe e quajti Ukrainën një forcë agresive, që po armatosej dhe mbështetej nga I gjithë bloku I NATO-s. Më vonë kur u pyet në një konferencë për shtyp në lidhje me ndihmën që perëndimi po I jep Ukrainës, Putin tha: "Ata premtuan ndihmë dhe më pas filluan të nxisin një konfrontim me Rusinë që vazhdon edhe sot e kësaj dite. Mendoj se çështja po merr fund, por është një çështje shumë serioze", tha ai. Forcat ruse pushtuan Krimen dhe pjesë të Ukrainës lindore në vitin 2014 e më pas nisën edhe pushtimin e plotë të Ukrainës në shkurt 2022. Putin tha ndërkaq se do të takohej me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski vetëm nëse do të arrijë një marrëveshje paqeje e qëndrueshme.